E dini që rrezikoni jetë pacientesh? Pse rrezikoj jetë pacientesh? Nuk jeni regjistruar në urdhrin e stomatologut. Kjo zonjë, e cila pretendon se është dentiste profesioniste, quhet Genta Elezi Sheholli, ka një klinikë stomatologjike në qytetin e Shijakut. Dhe ishte personazhi i historisë që ju treguam një javë më parë. Pseudodentistja 41 vjeçare ushtronte aktivitetin pa licencë në një klinikë në qytetin e Shijakut, atje ku një paciente kishte rënë pre e pa aftësisë së saj. Vendos implantin e parë, ishte duhet kalonte 4-5 muaj që të vendosej pastaj të mballë. Punimet nuk është se më pëlqyen shumë, nuk është se isha kënaqur, por duke marrë parasysh, nuk është se merja vesh shumë nga procedurat e stomatologëve. Vazhdova me procedurat kur erdhi maskerinat pas një kohe shumë të gjatë, gati një muaj në pritje dhe thash sapo të jem gati do vi që të vendos. Pacientës vazhdojnë të shtojnë dyshimet ndaj profesionalizmit të kësaj zonje, e cila ka marrë atributet e stomatologes. Thjesht i dërgova një mesazh që shiko, këto më dolën direkt, nuk bën, thjesht do vi do flasim të hënën edhe do shohim se si do vazhdojmë. Edhe i thash, që shiko, ta kam dhënë para dhënien, po mua nuk më pëlqen, se si po punojmë bashkë. Të gjendur përpara një rasti flagrant të abuzimi, kërkuam informacion nga urdhri i stomatologut që na u përgjigj se kjo zonjë nuk ishte e regjistruar në këtë institucion dhe për të rrjedhoj nuk mund të ushtronte profesionin. Gjithashtu nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dolën një sër mangësish në dokumentacion që nga mungesa e lejes së ushtrimit të profesionit, akt miratimi higjieno-sanitar, mungesa e librezës shëndetësore dhe raportit mjekoligjor, analizës së ujit, certifikatës së dezinfektimit dhe kontratës për menaxhimin e mbetjeve spitalore. Praktikisht asnjë dokument duke e kthyer klinikën e kësaj zonje në një vatër të ushtrimit abuziv të aktivitetit. Ndërkohë, menjëherë pas publikimit të këtij skandali, në rrjetet tona sociale vërshuan një pafundësi komentesh dhe mesazhesh që demaskonin këto personazh që palishmërinë e kishte kthyer në normalitet, por pati edhe nga ato që kërkuan të na takojnë për të denoncuar metodat as pak profesionale të kësaj zonje që ka marrë përsipër të ushtrojë një profesion kaq delikat siç është ai i stomatologut. Kam kaluar shok, më janë futur të dridhurat në trup, kam qarë pafund, kam ndonjë zgjuar atë natë e kam përjetuar shumë keq dhe vazhdoj ta përjetoj shumë keq sepse kishte kaluar një afat kohë dhe e kishim harruar disi. Pas vetë nuk e kuptova si rash viktime e mashtrimeve të saja. Ndjeva një dëshirë ekstreme për ta takuar këtë njeri, përveç fakti që dua lekët e mia, sepse nuk bëri asgjë dhe unë gjithë kirurgët e tjerë, mjekët e tjerë më kanë thënë që ti duhet ta bësh, duhet ta heqësh këtë. Dhe kjo ka qenë jo traumë, me të vërtetë ka qenë ekstreme për mua. E përbashkët ai këtyre tre zonjave është se kanë qenë pacientë të zonjës Genta. Por secila prej tyre ka patur një histori të ndryshme, gjithmonë me fund të tmerrshëm për shkak të duarve të saj as pak profesionale. Dy zonjat e para marrin kontakt nëpërmjet profilit të saj në Instagram, atje ku pseudodentistja publikonte ofertat e saj të parezistueshme. Nëpërmjet internetit, pash kisha një dhëmb në anën e majt, e kisha të nxirr edhe mendova që ta rregulloja. I shkrojta në Messenger, e pyeta çfarë çmimi keni, më thotë që e kam me 60.000 lekë të vjetra një dhëmë. Në rrjetet sociale kishte bërë ca oferta. E kishte oferta 50%, 60%, 70%. Ndërkohë unë nuk kam pasur asnjë problem me gojë, përveç se nga ana estetike kisha dy dhëmë lart dhe dy dhëmë poshtë të shtrëmbër. Ndërkohë që Manjola, pacientja e tretë, ka njohur në një situatë tërësisht të ndryshme. Në 2021 ajo ka bërë një lindje në spitalin ku unë punoj, Koço Glozheni. Në një nga ditët ku unë kam punuar aty, jam njohur me zonjën në fjalë, Gentiana Elezin, ku u prezantua si një dentiste. Në atë kohë kisha një dhëmë që më jepte shpesh herë infeksion dhe e pyes çfarë opinioni kishte për këtë situatë. Dhe si një profesioniste kalibri, zonja Genta i jep diagnozën aty për aty, pa nevojën e një konsulte në klinik. Duke e parë gojën time në atë moment, më thotë që ky dhëmë ka një infeksion shumë të lartë, duhet patjetër që të hiqet, të bëhet një ndërhyrje e menjëhershme sepse do të infektonte edhe dhëmbët ngjitur, çka kjo ishte e rrezikshme për shëndetin tim, dhe duhet të hiqte edhe dhëmbën e qenit, ta zbriste poshtë. E njëjta gjë edhe me dy zonjat e tjera. Diagnozë me sy të lirë dhe pas një verifikim. Për një dhëmë që kisha, filloi, kjo duhet hequr, kjo duhet hequr, kjo të prish dhëmbët, ajo të prish dhëmbët. Më ul për të parë, për të bërë kontrollin dhe më thotë që shiko, më thotë mua, nuk të duhen 4, po të duhen 6, por zirkoni thotë është i bardhë, është shumë i bardhë dhe ti të kesh një dallim në qeshje dhe të t'i bëj mod
motra, ajo thoshte të gjithëve, do t'i bëj motra të gjithë gojën me një ofertë. E gjithë goja mua më tha do t'i bëj për 3 milion. Kur një dhëmë zirkoni në atë kohë ishte i shtrenjtë, 280 euro, 300 euro. Tani dëgjoni me kujdes për të kuptuar manovrat e vazhdueshme të pseudomjekes. Ku e kishte kjo klinikën? Klinika Kristal. Klinikën e kishte në Laprak. Ka qenë në Tiranë të re, zona, dhe më thënë, afër në gjithë me Unazën. Komune e Parisit, do të thënë gjithë me liçenin ishte gati si në kufi ajo. Komuna e Parisit, te Selvia, Laprak, Unaza e Re dhe në fund në Shijak, aty ku e gjetëm ne. Në më pak se 5 vite, doktoresh Genda ka hapur dhe mbyllur plot 5 klinika. Aq dim ne të paktën. Pacienti i katërt, që denonцon aktivitetin e palishëm të kësaj zonje, është Arbeni nga Peshkopia, i cili një lloj si dy zonjat e ka njohur nga interneti. Më thot, hajde në klinikë, shkoj takohen, bëjmë shikimin e gojës, dhe më thonë verifikimin e gojës, dhe bëjmë llogaritë, bëra gojën komplet, 4 implante, dhe përfundimisht në kryt muaj që bëra punën, e bëri shumë shpejt si punë, dhe më thonë pak e habitshme, po prapë, unë nuk isha specialist. Edhe fillova probleme, infeksione, gjëra, dhe detyrimisht mas gati nuk shkoj edhe një vit, unë i hoqa komplet. Fillova mjekimin, mirë po ajo direkt më futi darën dhe mi hoqi. Do t'i rregulloj unë falas, do t'i bëj unë kështu, do të bëj dhurat për vitin e ri, të që s'të kanë bërë fëmijë, do të ta bëj unë. Për secilin nga pacientët që përshkonte, Genta përdorte strategjinë e bamirëses, diku me oferta zemërgjëra e diku për hir të njohjes dhe miqësisë. Por gjithmonë me qëllimin e vetëm, kap çfarë të kapësh. Nuk e di se si ma mbushi mendjen, as vetë nuk e kuptoj, por gjën që kuptova dhe më bëri përshtypje sa vajta, kërkonte lek në dorë. Dhe ju ja dhe? Unë ja kam dhënë brenda ditës mua ajo, më tha unë do të bëj një mjekim në përdhëm, do të bëj heqjen ngortën e nervit dhe pastaj do të bëj mbushjen që për 3 ditë të marrim një masë. Gjithçka brenda ditës, sepse doktoresh Genta nuk ka kohë për të humbur. Ofertat janë gjithmonë aktive dhe pacientët gëlojnë. Madje aq shumë sa që fillimisht bënte heqjet në seri dhe më pas bënte implantet. Implante i thënshin. Bënte me shumë veta për njerësh, i hiqte dhëmbët, edhe i linte pa dhëmbë në gojë njerëzit, pastaj fillonte punën me radhë. Ne duhet të prisim sot nesër. Dhe pas shumë kohë pritjeje, vinte momenti për vendosjen e dhëmbëve të rinj. Më mbrapa pastaj filloi më vuri ca implante. Ato implantet më ejtën, më bën dallulle, më nxin nga fytyra, më bëri grafi, miri ke më thoshte. Faktikisht unë nuk i kisha mirë. Në këtë pikë, Vasilika e sheh që gjërat nuk shkojnë as pak mirë për të, sepse implanti vendosur nga mjekja abuzive po i shkaktonte komplikacione të rënda. Implanti më kishte ikur në sinus. Edhe më kisha dhimbje koke, kisha qelbë në gojë, tërkohën, i shkrojta që më ka rekomanduar dhe mjekimin, bëj këtë tetalika, osa shumë që jenë entur, më thoshte, i bëra. Një javëria e qentur, entesha përsëri, si përfundim kjo nuk më tregonte, unë këto i kisha sepse më kish kaluar implanti në sinus. Dhe kur vajta, kjo më bëri grafi dhe nuk më tregoi. Unë i thosha, nuk e ndjej këtë implantin, nuk e kam në gojë. E ke më thoshte mua, bo se kupton ti. Komplikacione thuajse të ngjashme kanë kaluar dhe pacientët e tjerë, të cilët i kanë besuar duarve të kësaj mjekjeje abuzive. Unë nuenta, te kisha një dhimbje të papar, një shtërngim koke, e të mërshme. Një ato dhimbje të kokë në jetën time se kisha provuar. Dhe uenta, të gjysmë e kokës dhe një pjesë e buzës më mpi. Infeksioni në sipërfaqe. Goja ime ishte gjakosur, e irrituar, me infeksione. Ma bën ndërhyrjen dhe më kishte hequr 3 dhëmbë. Jo vetëm ato për të cilën e fol. Gjithkohës e ndjeja atë presionin e forcës që ushtronte. Nuk e kuptoj, por e ndjeja që me gjuhë, që plaga, qepja, ishte goxha e gjatë për një dhëmbë. Në momentin që fillova dhe të vendosja gjuhën, s'po ndjeja dhëmbët e tjerë. Në situatat e tmerrshme që kanë kaluar këto paciente, nuk kishin se si të mos zemëroheshin, por me sa duket zonja Genta gjente gjithmonë një justifikim. Kam shkuar atje, kam thënë më fali, kam thënë ram dakord për një, pse unë të tjerë nuk i kam. Dhe më thotë që i kam hequr sepse i kishe të infektuar nga dhëmbi që kishe gjatë të infektuar
Dhe ajo shkaktonte, domethënë rrojat ishin shumë të infektuara dhe ajo shkaktonte inflamacion, duhen hequr për të vendosur implante. Dhe I them, po mirë, ti paraprakisht në atë moment duhet më kishe thënë, sepse vendimi është imi. Pra ka hequr 2 dhëmbë të shëndosh sepse ishin infektuar nga një dhëmbë bisemor. E gjitha kjo pa një konsult paraprake me pacienten. Kjo thoshte sepse unë I kam vënë ilaç nervit dhe duhet të ngordh nervi, prandaj ke këto dhimbje. Kjo vazhdoi 1 muaj, vazhdonte, unë ikja nga klinika e saj, e hintur, e fryrë, jo do bëjmë këtë, jo merr këtë mjekim, antibiotik pa fund, jo do të marr motra këtë. Kjo vazhdoi gati 2 vjet. I kemi shtrënguar dhëmbët, ja se po e shikojmë këtë. Ndërkohë që debatet e pacientëve ishin për cilësinë skandaloze dhe gjymtimet që po I shkaktonte, pseudomjekja nuk e prishte as pak terzin, madje pa u skuqur, I jepte diagnozat e reja. Thot po shohim një problem. Dhe unë shtangem, them çfarë ka tani? Dhe thot duke qenë se ne e hoqëm dhëmbin, dhëmbi I parë është pakocki, dyti pakocki, domethënë I bëri pakocki. Në të kundërt, ne mund ta vendosim implantin, por vetë organizmi yt do ta njohë si trup të huaj, do ta luftojë dhe do ta nxjerrë jashtë, ose do ta luftojë nëpërmjet infeksionit. I them, "Ok, po unë çfarë të bëj unë tani?" Thotë, "Jo, ti nuk bën asgjë, thjesht unë po të them që do bëjmë një ndërhyrje të dytë, kirurgji të dytë, që të vendosim kockë në secilin vend ku do vendosim implantet, do ta mbyllim dhe implantet do t'i bëjmë herë tjetër." Por që kjo kocka thotë është me pagesë. Por gjithë çfarë dëgjuam, nuk janë asgjë krahasuar me dëmin që ka pësuar Vasilika. Kjo zonjë moshuar e cila ka përfunduar në spital dhe ende sot vuan pasojat e papërgjegjshmërisë së stomatologes së palishme. U detyrova bëra në formë private një paronament dhe ai dentisti më thot, urgjentisht shko në spitali francez, asgjë kundi tjetër se implanti lëviz me shpejtësi dhe të ka arritur afër syrit. Rrezikoja shikimin, qelbi në trus e gojën e kisha gjithë qelë. Sa po është paraqitur në spital, mjekët I kanë kërkuar të përgatitet për ndërhyrjen e menjëhershme për shkak të rrezikut se implantet mund të avanconin. Më thot se doktor Arlindi urgjentisht thot do bësh analizat. Me të nesërmen vajtëm te doktori dhe më thot nesër në mëngjes në orën 8 jesh këtu do futesh në sallën e operimit. Me falë. Jam I hoqën këto, implantet me ndryshk, I hoqën komplet. Të hoqën të gjithë pjesën që ajo kishte punuar? Po, të gjithë pjesën që kishte punuar. Kjo situatë për Vasilikën do të zgjaste për disa vite, duke I shkaktuar një dëm shëndetësor, financiar dhe moral të pakthyeshëm. Kjo vazë me qelb në gojë 3 vjet e gjys. Tani u dorëzuan dhe këta, na vjen shumë keq 3 kocka. Të ka dëmtuar jashmase, pastrim të ka bërë nga brenda, tha të ka lënë ta kockën, të ka dëmtuar të tëra, tha duhet t'i heqësh. E gjitha kjo për shkak të një personi të paskrupull që nuk ndali përpara asgjëje vetëm për të zhvatur pacientët dhe më pas zhdukej pa lënë asnjë gjurmë. Shkoj pas 2 javësh, nuk e gjej. Shkruaj në fakt një ditë para, nuk më ktheu përgjigje dhe mesazhet nuk I shkoj në WhatsApp dhe në telefon I shkruaj prap nuk më ktheu përgjigje. Direkt te klinika e gjej të mbyllur. I shkoj pas 2-3 ditësh prap, nuk e gjej prap. Kaluam banor dhe I pyes, më fal, I them, këtë dentiste po kërkoj dhe nuk po e gjej. Dhe ata më thonë, ne nuk e njohim fare këtë. Nuk e dim që në katin ton të parë pas ka një dentiste. Duke mos arritur ta gjej, Manjola merr kontakt me administratorin e pallatit dhe aty përballet me të vërtetën shokuese. Ajo ndiqet nga policia dhe nuk je I vetmi person që ti po e kërkon, vijnë shumë persona si ty, por që ajo është shpërngulur nga këtu dhe nuk ka lënë asnjë gjurmë, unë nuk di ku të orientoj që ta gjesh. Në të njëjtën situatë, në kohë dhe vende të ndryshme janë përballur dhe pacientë të tjerë të dëmtuar nga stomatologja abuzive. Ajo mi komunikimi me mua mbylli telefonat. Unë e kërkoja, bëja, nuk e gjeja dot. Do vi sot, do vi nesër, jam smur dhe pastaj nga një moment ai u mbylli të gjithë rrjetet sociale dhe u zhduk pastaj, nuk kishim asnjë lloj mënyre për ta kontaktuar. Por kërkimet e pacientëve për gruan problematike që hiqe si mjeke nuk mund të vazhdonin pafundësisht. Dhe dikush do të merrte hapa ligjor ndaj saj, duke u përballur me një tjetër të vërtet shokuese. Gati te krimi ekonomik ai kishte mbi 40 denancime. Krimi ekonomik e kërkoi, nuk e gjeti dot dhe ja kaloi prokurorisë. Prokuroria tregua shumë zonja për një kohë 4 mujore, e zbardhi dhe dërgoi në gjykatë. Gjykata vendosi që se vetë ashtu quajtur dentiste mos e ushtronte me këtë profesion. E dënoi me burg 1 vit e gjysmë
sepse kërkoj dënim të shkurtuar. Edhe kjo e apeloj. Dhe unë këtë zonjën tani, po prisja që kjo të ishte dënuar të vuante dënimin. Një dënim që Genta Elezi nuk e kreu asnjëherë. Përkundrazi, ju rikthye edhe një herë zanatit të vjetër, hapjes një pas një të klinikave dentare, deri në momentin kur u kap nga ne në qytetin e Shijakut. Unë shpresoj shumë të merrni masa për të sepse jeni. Unë e marr masën, nuk është problem, vetë aty aparani do vinë ne Jeni duke marrë jetë stomatologit, njerëzit s'është në problem. qaf. Jeni duke marrë jetë Unë njerëzit e në bëni qaf. në Dhe zonja Genta na e dëgjoi me njëherë fjalën. Ajo mori masa vërtet serioze, mbylli klinikën e Shijakut për të hapur një tjetër në qytetin e Durrësit, duke vijuar me praktikën e vjetër të ofertave tunduese. Ndërkohë që Vasilika, Manjola, Kristina, Arbeni dhe shumë mish pacientë të saj vuajnë ende pasojat e një mashtrimi të madh në emër të mjekësisë, që mban emrin dhe fytyrën e kësaj zonje, E cila vijon punën abuzive, e pa shqetësuar as pak nga organet ligjzbatuese, që mjafton me burokraci dhe nuk marrin asnjë mas konkrete ndaj saj. Të blesh vdekje me para tek ne vendodhi.